Territori i Kosovës për datën 7 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes diellit dhe vranësirave të pakta. Paraditja do të jetë kryesisht me vranësira të pjeshme, ndërsa në disa zona do të ketë intervale me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 14 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 14 gradë Celsius, Pej 5 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 14 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 15 gradë Celsius, Malishe 4 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 15 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 15 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 14 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 14 gradë Celsius.